Migena, si ta pranoj veten time? Mike e dashur, pranimi i vetes nis me akceptimin e gjendjes emocionale, shpirtërore, ekonomike, shoqërore, si kur je për momentin. Duke mos e luftu atë gjendje që ti e ke. Pranimi i vetes nis duke pranu ato dëshira që ti i ke. Nëse marrë një shembull, përpara unë sa herë kam thonë du me pas një apartament të ri që ty vetë t'je me para që e fus qelsin dhe ta mobiloj si kur e du. Dhe a dini se që më kanë thonë shumë njerës përpara një tëntime më kanë thonë që ta mërmenja ty, atës nuk ka mundësi, nuk mundesh me e bo, në Gjermani ashtu se ashtu jo, e tjera e tjera. Ose kam thonë për shembull, kam qef me bo udhëtime, kam qef me po botën. Më kanë thonë, uli këmbë në tokë, ti nuk je e qytetit, ti je katunit, e tjera e tjera. Mos lejoni që njerëzit me mendjet vogël me t'i zhdu këty ëndrat e tua. O ti mundesh me arrit të gjitha. Beson vete dhe një gjoja atë zonin e vetes tone. Nëse një zot të mëra teje po të thot, hej, unë mundem ja dal. Unë mundem me marrë nesër dikonin me ardhme ma fshi shpin. Ke me arrit. Unë nesër mas nesër ka me bo pushime që ka me knoq veten. Ke me arrit. Unë nesër mas nesër ka me hy me një apartament mirë që ka me mobilu vetë, ke me arrit. Por gjithë shka nis me pranimin e vetes. Pranoje veten ashtu si je, gjendjen emocionale. E ka një arsye pse t'ka kop ankthi, e ka një arsye pse t'ka kop depresioni, e ka një arsye sepse shpirti po komunikon me anë të trupit e po të thot zgjohu. Ne Zoti na i she shumë gjona në mrendësinë tonë që ne mundemi shumë ma shumë se sa ne na merr menja. Çfarë na kanë thonë tjerë, nuk mundesh, kush jeti, qa ta merr menja ti se je, e tjera e tjera. Leni këto njerëz aty ku janë, uroja gjithat mirat, mos u merr me to. Ti vazhdo rrugtimin tanë. Mos i arri gjonat për i not tjerve, arri për vete se ty ta mbushin shpirtin. Ky është fillimi i pranimit vetes.